Sali Berishës duket se po I del situata nga duart, edhe pse për muaj të tërë ka tentuar të shuaj zërat kritik, duket se pilafi nuk mban më ujë. Ai që ka derdhur gotën ka qenë Flamur Noka, I cili me sjelljen arrogante dje ndaj një zonje në degën e Kamzës, ka bërë që të shpërthejnë rebelimet në Partinë Demokratike. Por goditja më e fuqishme ka ardhur nga Ervin Saliani, I cili ka mbledhur në një takim më të votuarit e primareve dhe ka sinjalizuar se gjërat po lëvizin nga brenda. Sipas informacioneve, në takimin që ka zgjatur afro 3 orë në një prej hoteleve të Tiranës, kanë marrë pjesë përveç Salianit edhe Ilir Ali Mehmeti me Hysén Kadiun. I pari që rezultojnë ndër emrat më të votuar të listës së hapur të PD-s në qarkun e Tiranës, ndërsa tjetri, emri më I votuar në primare, por që nuk kandidoi për deputet. Gjithashtu në takim ishin Gentian Çela, Qani Xhafa, Ulon Kalaja, Ted Kolliku, Alma Kore, Parid Mahmutaj, Xhelal Gjungshi e të tjerë. Në këtë takim është folur për mënyrën se si duhet përmirësohet PD dhe për mundësinë e thirrjes së Këshillit Kombëtar për të diskutuar se si duhet vijojë aksioni politik. Po ashtu, bëhet me dije se ky takim nuk do të jetë I fundit, por të ngjashëm do të jenë periodike edhe me më shumë emra në tryez. Por teksa Saliani ka nisur lëvizje, duket se shumë demokratë janë irrituar fort me Flamur Nokën, I cili dje u filmua teksa përplasej me një demokrate te dega e Kamzës. Ai arriti deri aty sa I tregoi derën zonjës, e cila nuk ja përtoi më pas. Sot ka pasur disa reagime kundër tij, duke filluar nga Edmond Spaho, Muslim Urrizi apo Adriana Kalaja. Edmond Spaho: mbi këtë arrogancë janë ngritur gabimet e rënda dhe humbjet e zgjedhjeve ndër vite në PD. Si mund ta lësh PD në duart e këtij të papërgjegjshmi? Objektivi I tij është të eliminojë kudo që mendon ndryshe nga Berisha dhe Muli, dhe të ruajë karrigen e tij në opozitë si sekretar I përgjithshëm. A keni parë ndonjë politikan kudo në botë për zër militantët kur ata mendojnë ndryshe nga ai? Prandaj në protestë mblidhen vetëm 200 a 300 veta. Muslim Urrizi: pak më ngadal Flamur, freno nëse nuk e djegur komplet ferrotat se nuk ta kam fajin demokratët, që prej vitit 2013 je bërë deputet pa u votuar nga qytetarët, duke u mbyllur me lista sipas kodit zgjedhor bastard të Byluk bashkizuar. Antarët e PD-s nuk janë as vartës tuaj e as paguhen, por janë idealist, kurajoz dhe njerëz që kanë sakrifikuar plot mundim nga vetja për çdo betejë që ka bërë PD në 35 vite. Ti paguesh Flamur prej vitit 2005 nga kontributi dhe sakrifica e tyre. Adriana Kalaja: thirrini mendjes sa nuk është vonë. Pas dyerve, edhe arrogancën kishin mangut të na e përplasnin në fytyrë. Mbase nuk e kuptojnë se nuk e kanë një të tillë fytyrë. Dhe kur kjo bëhet hapur në sytë e publikut dhe pa droje, imagjinoni çfarë ndodh pas atyre dyerve. Ndaj thirrini mendjes sa nuk është vonë, pra duket se gjërat po lëvizin. Berisha deklaroi se pas raportit të Odir do mblidhen forumet për të analizuar humbjen në zgjedhje. Deri tani nuk ka pasur asnjë lëvizje dhe demokratët kanë nisur ta kuptojnë se Berisha po tenton të mbajë me forcë partinë përmes Mulnokos dhe Albana Vokshit. Por sinjalet janë se fitili sapo është ndezur dhe me gjas debatet do të jenë më të forta në vijim.